Kënga e parë është kënga me numrin 31, Kurorzo ata. Kënga radhës është kënga me numrin 8, mund të uleni. Do të këndoj për shpëtitarin.
adhurojnë Zotin, edhe ato dy pamjet, po fisa pak fare me trindje, përdojnë dy jetë të ndryshme. Shikoni ato dy pamjet. Majtas është se Krishti vdiq për mëkatet tona sipas shkrimeve, dhe pamja e dytë është dhe se u varros dhe se u ringjall të tretën ditë sipas shkrimeve. Tani, po t'jemi të kujteshëm kur lexojmë Biblën dhe çfarë kërkojmë në këtë jetë, janë dy filozofi jeta aty. Sot deri nga kështu i dy filozofi. Nuk do bëjmë filozofi këto, jo. Por e para është kur jetojmë deri ke kryqi, e di çfarë do thotë? Jetojmë vetëm për këtë jetë, jetojmë deri te varri, siç trishtohemi sidomos kur vjen mosha, dhe unë kam dhe i sekret timin që po m'afrohen vitet, në këtë moshë jam mund disa nga ju janë bërë gjysher për shembull. Ha, e besoni? Ata që kanë qenë në tim. Dhe jetojnë deri tek fundi i jetës, trishtohen për ardhjen e fundit, sepse di pse? Harrojmë ringjalljen. Harrojmë se Krishti erdhi. Por çfarë erdhi Krishti? Diste në kryq të erdhi një jetë më të mirë, si mendoni? Ka njerëz në botë që këtë jetë nuk ka bëjë më mirë se ne. Kuptimin njerëzor. Po ai pikërisht erdhi për ringjallje. Dhe kur dikush pakzohet, nëse jeni pakzuar, shumë ata që janë pakzuar për jush, ka pranuar Krishtin dhe janë pakzuar, çfarë thotë pakzimi? U kryzuam me të në pakzim, u varrosëm me të dhe pastaj u ngritëm si ringjallja për të ecur në një jetë të re. Kështu që nëse ne jemi duke ecur vetëm për këtë jetë, jemi ku jemi? Ke filozofia para apo e dyta? Jemi
Dashuria Zotit te një gjë kur mora perë në këtu, Zotit më mëson dhe më rrit, çfarë? Që nuk është vetëm fëmia im, sepse si çdo fëmijën tim, çfarë thot Bibla? Zoti do të gjithë ditët e tij. Por vini re, Zoti do dhe pa shpëtuar, siç ishim ne dikur. Që shpresoj të rritemi në atë filozofinë e dytë, se po s'kemi kapur atë mirë, nuk do shërbim Zotin siç duhet. Mirë, një gjë tjetër kemi Steveni është martuar dje, pastor Michael është në Amerikë, edhe një lutje që bëm dhe me të rinjt është që jo vetëm unë e kam shumë, si në vesh vjen gjithmonë kjo sa martuar, të rregullu, por e nga ti Zotit të shpreh shumë e bukur fakt. Të rregullohen apo jo? Por po nuk kanë Krishtin, po nuk jetuan për Krishtin, me Krishtin dhe gjërat s'rregullohen kollaj në kuptimin e përballjeve tjetrës. Ama i përmbushur. Ju lutemi që Zoti ta bekojë atë për te çfarë mendojnë ata nga ana njerëzore, sigurisht ata janë besimtarë, por diçka frymërore që të jenë bekim për nxitur të rinj tjerë, çifte tjera që të luten për partnerët, edhe të shërbejnë Zotin. Po fare tash edhe një herë, ajo pamja e dytë është thelbi i sigurisë për jetën e Krishtit. Edhe një jetë begat. Atëherë kemi vargun e manitës që Krishti e tha kur u ringjall, çfarë i tha? Pikërisht ky lajmi që ju më patër ringjallur varrin poshtë, shkoni dhe përhapeni, sepse kjo është shpresa e shpëtimit shpirtit tonë. Edhe prandaj dishepujt përhapën ungjillin. Dhe prandaj misionarët tanë që kemi këtu, ka partën që ka kisha jonë, e që është bekim, janë katër 3 misionarë në shtesin e deri tani dhe ka thënë një gjë që duhet po të rritësh. Edhe besi kuptosh çfarë janë misionarët. Nuk janë njerëz përsosur, nuk i lafdrojmë sepse ata janë
Gjermania, jo, burri nga Amerika, por iku me Elenën nga Gjermania tash. Ndihmoni që vajzën në pak për praktik. Mirë, le të lutemi edhe bashkojmë zemrat që Zoti na inkurajojë edhe të ecim sipas pikërisht ringjalljes tij. O Zot, falenderoj o Perëndi për mirësinë tënde, o Zot. Falenderoj o Zot që nuk është merita asnjëri nga ne, as nga fëmia më i vogël, as deri tek pastori në Daçi. Po është vetëm merita jote, o Zot. Është vetëm gjaku yt, sakrifica që bëre për ne, o Perëndi. Prek disa mendje dhe zemra tu, o Zot, disa nga ne mund të kenë 30 vjet që vjen, disa mund të kenë 20 vjet, disa mund të kenë 10 vjet, disa mund të kenë shumë pak, e përsëri nuk do të thotë se rritemi, o Zot. Lutem, o Zot, prek shpirtrat tanë, o Perëndi, që sidomos kohën që jemi këtu, vim me një përulje adhurimi, o Perëndi, për mirësinë tënde. Vim me respekt, o Zot, ta shohim këtë kohë si një bekim aq të madh. Të skemi si e shohim, po nuk kuptuam çfarë ke bërë ti për ne. Nga çfarë llumi na ke nxjerrë për jetën e përjetshme, o Zot. Ju falenderoj, o Perëndi, për vitet që na jep, ndërsa të duam këngë për Pergën, për mua, për vitet që jep çdo personi këtu, o Zot. Na ndihmo, o Zot, mos t'i lejojmë vjedhësit, siç thot Bibla, djallit, na vjedh gëzimin, o Perëndi. Prek mendjet e zemrat e secilit, o Zot, mos lejmë asnjë ditë, pse na iki një ditë në trishtim. E di që do kemi sprova, përballje, na ndihmo që ndrojmë frymën tënde, o Zot. Kemi gëzimin e brendshëm, o Perëndi. Na ndihmo që janë ditët, o Zot. Edhe ditët toksore që ikin kaq shpejt. Na ndihmo, Perëndi, të jemi si apostujt, që u sulmuan, u rranën, e përsëri e gjetën fund gëzimin. Madje dhanë dhe jetën, o Perëndi. Sepse besuan ta bënë e dytë që thamë, ringjalljen e Krishtit. Dhe kuptuan që Krishti nuk erdhi vetëm që ne të kemi një jetë më të mirë këtu toksore, po erdhi na përmbush, na jap jetë me bollëk, na jap gëzim, paqe, shpresë, dhe na jap jetën e përjetshme, Perëndi. Na ndihmo, Zot, që kuptojmë se këto gjëra s'bëhen thjesht vetë dhe vetëm duke ardhur në kish, na jep një dëshirë, o Zot, për të lexuar Biblën, për të medituar, për të gjetur veten aty, o Perëndi, edhe për të u rritur, o Zot. Na ndihmo, Perëndi, gjithashtu me dhënien. Falenderoj, o Zot, për misionarët tanë. Ka njerëz që ngjajnë në një farë kuptimi me apostujt, sepse morën Ungjillin, e besuan dhe shkuan ndihmu, o Perëndi. Në një vend tjetër, sidomos një pjesë për sakrifikuar, për të dhënë fjalën tënde, o Zot, që është lajmi më i mirë. Na ndihmo të besojmë që lajmi më i mirë nuk është rroga që marrim, lajmi më i mirë nuk është qeveria që do zgjedhim. Sigurisht përbëjmë këto lajme të mira ndonjëherë, por lutem, o Zot, na ndihmo të kuptojmë që lajmi më i mirë është ai nuk është këtu, por u ringjall. Falenderoj që nuk ka trup në varrin e Krishtit, o Zot, është i vetmi. Sepse është jeti, o Zot, është Perëndia në mish. Falenderoj, Perëndi, edhe për çdo person që ka ardhur sot. Na rrit, o Zot, na ndihmo mos gënjemi nga bota, siç thash, nga mashtruesi që është djalli, dhe vetë mishi ynë, o Zot, që na fut në një rrugtim vetëm gjërash, lufta për egoizëm, për krenari, për të pasur sa më shumë dhe harrojmë, o Perëndi. Harrojmë mirësinë tënde, harrojmë paqen që ti sjell. Shalom. Falenderoj, Zot, edhe për zemrën e njerëzve, për këtë dhuratë që ndonë, o Perëndi, bekoj shpirtrat e tyre, siç thash edhe për Pergën, kur shohin një fëmijë, qoftë i yni, na rrit, o Zot, i shohim gjithë me atë sy që i shet ti, o Perëndi. Kemi një dashuri për të gjithë, o Zot, që vjen dot, nuk vjen dot nga ne. Mund vi vetëm nga marrëdhënia me ty, nga dashuria që kemi për ty. Që na ndihmo të i presim njerëzit, të durojmë, lutemi për ta, sakrifikojmë, se një ditë si apostujt edhe ata do ta kapin, o Zot. Që na jep të besim. Ty qoftë nderi, o Zot, dhe lavdia, në emër të Krishtit lutem. Amen. Një vazhdim. Kënga e radhës është kënga e numër 58.
Edhe se ndihmë ka
që ma takon e fundit, s'kemi kapur asgjë. Ungjilli është lajmi i mirë, vdekja, varrosja dhe ringjallja. Plus pastaj, ajo që unë e kam shumë s'do të fiksim, po që po më pëlqen shumë nga Bibla është kur kupton çik historiku si u shkruajnë të Ungjillit. Deri këtu, pa lexuar ne që shijojmë historitë e Krishtit, si lindi apo jo, si bekoi njerëz, sa i mirë ishte, si ndoshën turmat, si sakrifikoi për ne, si u ringjall, nuk ishin shkruar ato. Kto po ndodhi ke kjo faqe e parë, e kupton? Po ndodhi këtu. Dhe kur kupton të vërtetën e tyre, se si ndryshuan totalisht, është një fakt historik, është një fakt inkurajues, si ndryshuan ka njerëz që Bibla në të katër ungjil, kur Krishti kryqëzohet, çfarë lexoj? Ata u strukën, për shembull, se dhe japin që vartë, se dorin të ditën. Ata u strukën dhe mbyllën dyert nga frika e Judeve. Ikën vëmë në sipër me thuhet diku tjetër, por luteshin dhe kishin frikë. Ata menduan se gjithçka u mbyll me vdekjen e Krishtit. Madje edhe kur ndodhi ringjallja, çfarë kemi thënë? Unë kam lexuar her pas here vargje, nuk e di ai keni parë vetë, por ata atyre i tukën fjalët si dokra, thuhet diku. Dishepët e Krishtit. Ata dyshuan, ata nuk besuan. Pra nuk ishte e letë ringjallja. Dhe Bibla prandaj është një libër manitës. Është një libër që tregon rrëzimin, ku ka të tregojë që Pietri, dhe sa e vjen pashka prapë më kujtohet, 3 herë e mohon Krishtin. Herën e parë, e di çfarë tha, nuk e njoh. Tamam, pritoj atje pak të rindë, tamam si ne shqiptarët, e nis me letën. E këtë edhe bota kështu është. Një ta një gjermane besimtarë, jo, se zemrat e njerëzve janë mëkatare kudo. Sa e shprehin më shpejt atë mëkatin, i duket, sa e mbajnë çik më e rrësësh. Sa më rritur, më zgjuar, më tinat, e ruan nuk me kujdes. Dhe nuk e njoh atje. Herën e dytë çfarë tha? Toma, lexoni Biblën apo vetëm unë e lexoj? Unë e lexoj nga hapë se do ja mësimin ore, po ju. Rikë bëri bën tamam ai lidha ata. Bëri be. Herën e parë nuk e njohë, se kishte frikë se do çoni kryq atë. Herën e dytë bëri be, o betohen, edhe filloi të thash, çfarë bësh bën ne për Zotin, pasha Zotin, s'u e ke Zotin dorë. Për kokën e atij, për shpirtin e që duhet të besueshme. Nuk e njoh më këtë. Që ta bëjmë praktike se kjo është reale edhe në jetën tona. Herën e tretë, që doja akoma më i besueshëm, na çfarë ndodhi? Se s'kemi filluar mesazhin akoma, na la të. Ti e ke gjëja i zotë Evropa. Peshala, është një shahu dhe martoi. Herën e tretë, pra, të bëjë sa do të bëni kapta. Pra herën e parë nuk e njoh, kur i shkoi tjetra herën e dytë bëri be, herën e tretë filloi të i futi ca çara. Dhe ti thuash biri Perëndis, që veti 3 vjet, kur Gjoni thotë, dhe ne soditëm, mos harroni këtë fjalë, se është manice, jo, se nuk thot Bibla unë e pam. Soditëm. Sodis është një njeri, e përmend edhe jam e kaluar. E sodit kur je shumë i dashuruar e do shumë, pastaj kur fillojnë hallet nuk sodit më. Nuk e di, Marika e përmenda pak deri i thash, fillim kur vjen burri ose gruaja në lumtur fillim në jetës, e sodit, pastaj erdhi ky shaka i lodhur dhe mërzitur. Ose çonin në ekstrem, se nuk po them. Se di që tha se kapin, po. Febi është i ringjalljes, është filozofia e jetës. Është për çfarë jetojmë. Dhe ringjallja e Krishtit ishte akti që bërim, kemi thënë shpesh, ka të njëri shumë bukur. Nuk shkroi Mateu, Marku, Luka, Gjoni, Pali, nuk shkruan ata për ringjallje. Do shkruan ata, po i bëri ringjallja, të shkruan, sepse ndodhi dhe ata shkruajtën, të frymëzuar nga fryma e Zotit. Dhe këta frikacak, e kam thënë shpesh, është dëshmi e mrekullueshme, por janë shkrimë të shekullit të parë, të fjalës së Zotit. Ata që u trembën nga jeta, ata që thanë mbaroi, hyri dhe si mbret, na gëzoi, 3 vjet bekoi, e ndoshën turmat. Tani janë tjetër që zgjedh, ja. Sa di pushteti, çfarë do të jetë? Po sigurisht më Bibla flet që duhet lutem. Gjëra fjala se duhet të flasë javën tjetër. Po fillim Zoti thanë keni mua mbret. Tani më ke studiuar çka vjen tjetër. Kam sa koma për sa studimin atë.
kishte manicë e Pjetrit. Në fillimi tha, lëre peshkimin, do të bëj peshkatar njerëzish. Ai u rikthye në fund fare prapë te peshkimin. Po kur Krishti u ringjall, Pietri dhe gjithë apostujt sollën lajmin e mirë. Cili, e si ka ardhur të Bibël këtu. Ka ardhur me pritime duke marrë rroga sa do fitojnë. E ke parasysh se jemi akoma pasaj ke në tabloja e parë. Erdhi me gjakun e tyre. Përmendën janë e kaluar Thomajin, pak fare shkurtimisht, se dua të shohim edhe të jap një personazh tjetër. Dhe pam edhe nga historiku i tij në Bibël, si ndryshoi të njëri. Në fillim thamë për kushtimi i çuditshëm i Thomajit, do që Krishti pa mrekullit dhe kur e dinte që Jezusi rrezikonte, i tha dishepujve, Thomaj, i tha, marrë më, shkojmë dhe ne të vdesim me të. Ai shumë e donte Krishtin, aq bekime pa, tha nuk heq dorë nga ty. Por, kur filluan sprovat, kemi pabiturinë e sinqertë të Thomajit, që nuk dinte humte rrugës dhe thoshte, ku e njohim rrugën ne? Tha Krishti, po me mua jeni për ditë ju flas, ju tregoj. Sa i shikonte, si shohim ne me pamjen e parë, e andej, shikonte nga ana toksore. Krishti po i tregonte rrugën e jetës së përjetshme. Thoma, po bëj një banesë për ju. Qiellore, jo vetëm banesa toksore. Filluan dyshimet, apo jo Thomaj, si gjithë ne besimtarët. Fillimi jemi të gëzuar për Krishtin. Kur kam marrë në fillim kish tash nuk dia fare sigurisht. Fillova u rita tash, unë nuk e di si është dëshmia juaj, sa bukur që nga kishna. Kisha qef atë moshën e çunave të rinë me të fortët, apo s'kisha lagjen ke gaz muça e këta, e ke parasysh, apo kur vinë me motorra, sa më edhe kush është tjetër këtu, që ka qenë motorrat. Kisha asnjëri, as kush i ka qenë duke. Por Hardy, po, ai e ka me A, jo me H. E ka Hardy. Vine me motora na bënin të xhiro, dhe si duke vetë me ta të drejtë. Si ta në fort, ta ishin gjithë me rroba firmato. Unë, si s'ka qenë një pjesë për nesh, me shapa bumerang, shapa bumerang, e marrë me ato plut. Me zindroni një palë atjetë në 4 vjetë, ta në familja ime kishte shumë të shtirë për disa vite, situata ndryshme, dhe ku shikoja ata, në vitin 1994, 95, me Adidas, me veshje shkëqenin, treqeriku këti 0, andej shkëqenin nuk i vej. Motori ku që bardh, ishte një që mbaj më mirë njerë, ishte një Honda, po nga ta si Forestrat në vaja. Ka bërë gjiro njerë, dhe shuaj, dhe jetë, kështu të bërë. Bidartë të gjithë. Dhe ku fillova vin kish. Ishte i gjëjë smërja me shaboj, oke, kisha, la di Zotit që yre. Duke mësuar mirësinë e Zotit, duke par njerës që inkurajonin, duke që qitë kështu, isha janë qitë butë, pa tje si të fort, e ke parasysh, po prapë Zotit si kur të rishte, ore, rri me këta. Dhe ishte një luft premi, brenda vetës, dhe u shkëputa një farkohe, la di Zotit erdha. Për qa e tenda? Që fillim është bukur, gjenë ngrohtësi, nuk di shumë nga besimi, po sa më shumë rritesha në besim, aq më vështirë nga ana njerëzore tani, kur varesha tek vetja dhe tek gjërat që shikoja, aq më vështirë bëj besimin. Që disa herë kam tentuar të ermon nga kisha, nga sprova të ndryshme, nga qasje njerëzish, nga vetja ime, sigurisht isha e rritur, pse Krishti na kishte thënë mua. Si që them tjerë, ora mund kesh problem me diku, me dikë, konflikt, por nuk ta ka Krishti. Na ka egoizmin. Dhe lavdi Zotit, qëndrova, por e si isha si Thomaj. Hopje, fare, kush është rruga, ashtu, atri, ati, pra ne ka të sprova, po them. Dhe arriti puna që kur Krishti vdiq, Thomaj, që ta, po nuk ja pash. Shenjat e gozhve, unë nuk besoj. Dhe thamë, sigurisht, ka një dyshim njerëzor, sigurisht, edhe me njerëzit. A i ama donte ta gjendet vërtetë, prandaj dhe mos hiqni dorë dhe kur s'kuptoni sa duhet. Mos hiq dorë nëse si para thot Bibla, besimi do po të rritet, apo jo? Mos hiq dorë, s'kupton tani, unë s'kuptoja. Erdha, lavdi Zotit të mbuli pastori, disa besimtarë këtu që t'inkurajonin. Mos hiq dorë se do vi dita që kur ndizet ai poçi, si që ndes Thomaj, çfarë kur pa Krishtin e ringjallur, s'ja merrte më njëri Thomaj Krishtin. Se Krishti nuk dëshon.
vjen të mrekulli, por na gënjen nga zemra, tek drejtit e vogla të tij. Dhe po ka për ringjalljen, ti ka dashurinë e Zotit, ka fuqinë e Zotit mbi vdekjen. Ti ke marrë dhuratën më të çmuar. Pse do pali për mua të vdekur në shpëtim, se do të ti sa i mendon. Ai jetoi, ai dha ungjillin, ai shijoi të ca ushqime. Doli dhe ku diu çfarë pas 2-3 vende se udhtoi. Por unë kam marrë më të mirë, s'kam qa humbë ke tjerë. Fakt dua vetëm t'jap tani. Si ti fitoj tjerët për Krishtin, se Krishti u ringjall dhe ky është lajmi. Që do ta gjejnë të afërmit tanë, do ta gjejnë miq tanë. Po s'kan çfarë gjojnë, nëse ne jetojmë ku? Ende ke pamja e po jo, e besojmë ringjalljen, po si jetojmë? Se çfarë thot Bibla? U kryqëzova bashkë me Krishtin, pam, që ja pamja varë. Dhe nuk rroj në unë, thot Pali, po Krishti rron në mua. Dhe ajo jetë që jetoj tani, jeta e re, jetoj në me besim në birën e Perëndisë se do deshet të dha vetëm për mua. Dhe tani kur ti jeton një jetë ringjallur, sigurisht tash do kesh, që duhet të përmend her pas here, do të kesh edhe gjëra që do punosh toksore, do të kesh edhe marrëdhënie njerëzore, por qëllimi është javësh të ati Perëndisë, qëllimi është shosh njerëz tek Krishti, sepse fjalët e fundit të tij për ringjalljen kush ishin, shkoni pra dhe për hapni ungjillin. Njerëz shpëtohen. Dhe lati Zotit kemi pasur dhe njerëz të shpëtuar këto kohë, por duhet lutemi. Duhet lutemi, jo thjesht shpëtohen sa njerëz, por çfarë duhet lutemi? Se ne të shohim si tabloja e dytë, se po pam ne do e çojmë ungjillin tek të tjerë. Kush e pa më një lutje të Jezusit, kush ishte? Lutuni Zotit të korrave, të çojë punëtor të korrat e tij. Në çfarë punëtori do shkojnë nëse punëtori nuk ushqehet në ringjallje? Vegja varosa dhe ringjallja. Dhe personazhi që do shohim sot, tani, është një personazh prapë që ma bën Biblën një libër manitës. Është Maria Magdalena, është një grua, dhe prandaj pëlqen kur studioni dhe kontekstin historik, që sigurisht ka pasur dhe gratë njohura, por ishte një periudhë që gratë nuk kishin as zë. Sigurisht njeriu është qenie që mos kenë ekstreme. Ose ka zë fare, ose bëhen vetëm ato zëri, zë, në çdo fushë tjetër. Duhet balans, grua dhe burri, se s'duhet bëj histori kështu tani mësim grua burri. Janë qenë
direkt Sara, do ta heqë qafe. Maria. Tani, 21 vjeç, ja të shjetën. Dhe në kontekstin e kryqit, nëse besojmë vetëm deri tek vdekja e tij, ka shumë njerëz që kanë jetën për të tjerë. Por Krishti jo vetëm e dha për gjithë botën mirë, po. Por Krishti çfarë tha? E bëri që të vdiste ose të vriste vdekja, që të ringjallë, që të përmbushat vargun e mrekullueshëm që çdo ditë nga njeriu fitoj gjithë botën, shkoi në fund kryqës së vet, vetëm pas shpirtit e tij. Dhe Maria Magdalena e çfarë ishte? E para ishte një grua e pashpres. Na ose na do ikun gjyra verse, që në verse ka të duhet mirë. Ishte një grua e pashpres. Si mund të jetë një grua e pashpres? Shkojmë tek Luka, kapitulli 8, vargjet 1 dhe 2. Luka, kapitulli 8, vargjet 1 dhe 2. Mos më ndaj sa Biblia nëse keni nevojë. Është mirë kur e shohim aty. Tash, celulari s'ka njeri që e le pa e parë. Pa parë vargjet, ato vargjet, nga shumë e vargjet. Pa parë mesazhet. Ai thotë tjetër, prita shoh çik shiva më këtu, ja kthem kokën. Ju ka thënë ndonjëherë lexohet. Dhe është mirë, pakën e kuptoj që s'mundi marrim gjithë Biblën, por ato që kemi këtu kish. Luka kapitulli 8, vargjet 1 dhe 2. Në faqen 70, jo, po 72, është 72. Kam një Bibël në kapak tjetër, ose ka faqen kapitulli. Çfarë duhet aty? E para, titulli thot gratë që i shërbenin Jezusit. Dhe pas të saj, ndodhi që ai shkonte nëpër qytete dhe fshatra, duke predikuar, duke shpallur lajmin e mirë të mbretërisë kujt? Të Perëndisë, shpresës jetës përjetshme. Dhe me të ishin të 12-tët, që do e braktisnin pra të kryqit. Dhe disa gra, të cilat ishin shëruar nga frymërat e liga dhe nga sëmundjet. Maria e quajtur Magdalen, prej së cilës patën dalë 7 demon. Tani, ne besojmë që njeriu është mëkatar, po njeriu nxitet diku, apo jo? Bibla thotë që njeriu nxitet sigurisht në epshin e vet, në lakminë e vet. Por është pikërisht rënja e diavollit, frymëzimi i tij, pra ne diku frymëzohemi si
atë. Dhe thuhet vargjet pas televizor, fikën to. Atëherë vargjet 16 deri në 19, Zoti urren këto 6 gjëra, madje 7 janë të neveritshme për të. E parë, nuk thash kot, është vetja jonë. Syt, frenar. Tani mos u tremni. Sa herë na pasur sy krenar, nuk po justifikoj këtu, nuk po justifikoj. Sidomos ku isha pa Krishtin, ose fillimet e besimit. Është natyrshëm, duam bëjmë gjëra për vete, duam fitojmë vetë, duam dukemi vetë, duam dalim më larg se tjetri. Kush është ndryshe? Të rrallë janë njerëzit. Edhe ata që s'dalin dot janë se mbase se kanë atë fuqi. Njeriu është qenie krenare, por Zoti urren. Dhe ne nëse shohim pamjen e parë, po, nëse shohim dytën dhe rritemi në të, Zoti na ushqen me vërtetën që gjë, vetja jote po shkatron. Ata erdha për ty, të zgjuarit, mençurit, fortin, apo jo. Erdha sepse ti po shkon ferm të rrugë, është e neveritshme për Zotin, kur vdesin nuk dalin dot ne. A kupton? Nuk shkojnë dot para se Perëndia, sepse është e neveritshme krenaria. Dhe nuk takot edhe Pali që tha, jo, Krishti tha, nëse nuk mohon vetveten, do vjen pas dhe më në një tjetër. Dhe thash, mos u tremni, të gjithë jemi mëkatarë, por Zoti na e pirë. Kemi mundësi të rritemi. Nuk do humbësh, edhe çka ka kuptuar nga jeta, ore nuk humbte. Po për ule, nuk e di si. Mos e bësh që të lartësohesh, se dhe kjo është gabim. Ta bëj për ulem se do të lartësohesh. Dhe kjo është skem. Diçka do të natyrshëm, mos i bëj gjëra të jetës se arritesh në profesion për shembull, edhe në Biblën rritesh duke lexuar fjalën e Zotit. Ushqesh me frymën e shenjtë, ai drejton sipas shembullit të Krishtit gradualisht. Madje u ka më frikë kur marrin mendime me shpatë, siç ndodhi me Thomasin, siç ndodhi me Pjetrin, e ke parasysh? S'po them mos merrni më, nga ti Zoti kush e merr me ta. Është më mirë ti në rritje graduale të kuptuar, në fitur, se rritesh i qëndrueshëm, a ke parasysh? Dhe s'ka gjë, le ti jesh pa krenar, fillon sot. Ushqeu me çfarë bëri Krishti, për çfarë e bëri atë që bëri. Dhe kur mbaj vetën time, nuk është se urreja njerëzit edhe i merrej nat, por të dalin pari, t'ja kalojnë gara, vrapojnë. Unë edhe blerjet e gjërave, e kam të ndërtja për mua vetë për të 7 xhaxhallar, ishim 20 kushëri, sa thoshte të njëri çoj marrin se është futboll dhe vrapon. Përplasu me shishën e rakis, u çava këtu e kam shi. Përplasu me shishën e vajgurit. Po e bëja shumë, kisha me qef, për qendër, dhe s'ka që t'kishe më t'jesh i pari, të luftosh. Po fillon, bëhet shumë krenar. Fillon e bën për vetë,
nuk lexon. Ai burria, mi qëra fjala, burri kishte një legjon. Ai kishte më shumë. Grua me 7 mos kishte lexuar, është kjo. Gjua e dyta, gjua gënje shtar. Po jo e taloni njerëzor. E taloni njerëzor, e disi amor. Mos jam gënje shtar, unë gjithmonë them vërtetën, por drejtoj pak aty që më intereson. Rritu ngrish. Po fisja me një aperdës me fëmijët dhe kishte një komunikim në shkollë. Shon kapi një gjë ta thjeshtë gjë e mirë. Jo se Bibla thot, poja tjetë po, joja tjetë jo. Sa vështirë është dalim si Pietri. Nuk thuhet kollaj. Do bësh be, do sigurohesh. Është dhe që kulturës, më them që kur bën be gënjen. Ju ta mallkojnë që t'jemi besueshëm. Gjua jon është gënjeshtare. Dhe kur themi gënjeshtare, nuk është vetëm me gënjeve hapur dikë për diçka. Thua fjalë kur do, kur t'interesojnë, edhe është një njësi mase njerëzore, fatisisht, që kemi qenë. Mua vjen atryshëm të mbroj vetën dhe e gjej justifikimin. E bëra po apo jo? E treta thot, duar që derdhin gjak të pafajshëm. Sigurisht Krishti tha, po e urreve dikë. E ka sikur e ke vrarë, se çdo vrasje fillon nga një lloj urrejtje. S'ka lind njeri vrasës, që u lindi dhe vret kot. Fare. Dhe pikërisht ty krenare, gjua gënjeshtare, egoizmi, largësia nga shembulli i Krishtit, nuk na lë të rritemi, nuk na lë dhe që të shtiron njerë. Në të flisi, unë bëjsha ka në njëre këto psikologët e shkollës, që e thonë? Mendo për tjetër, jepi tjetër, mos mendo vetëm për vete, Biblia gjallë, pavarësisht pasaj sa veta kanë tatë botës, po them në krahasim me Biblën, jo me mua, se unë njëri jam, por duar që derdhin gjak pafajshëm. Rrjedhimisht i shkon deri në aty. Sa urren tjetrin edhe për dekë. Se vrave, okay, e ke vrarë të Krishtin, që kur ti urren. E katërta, zemra që kurdis planet të këqija. Mendoj, unë duke njohur Biblën ka filluar një vetën, se them drejtë kur e lexoj këtë, s'kurdis planet të këqija. Fillon kupton qëllimet që kam një ta kem unë, po të bëj të skemën të kap atë, është plani keq. Po nuk që e plani për lavdin e Perëndis, që Zoti e hap tazi të bekohet dhe që bekohen dhe të tjerë, po e bën deri te ajo e nishit. Nuk je ke gjallë, se ke frikë. Dhe Bibla thot, edhe kjo zemra që kurdis planet të këqija. E keqja vjen nga zemra. Qëllimet e zemrës janë, e kam thënë shpesh, Krishti i duroi mëkatarët, ama sa i kapi atë qetësin e zemrës. Madje ata që bënin si shumë fetar, ishin ata që të ngritynjante më shumë. S'ka lidhje, se s'ka thënë në lavdi Zotit që po rriten në Zotin, ne po vim ke fjala e vërtetë e Perëndis. Po ndonjëherë bëhet edhe komfort, na duket se i dim. Jo, duhet shqyrtuar zemra. Sa i pastër ishte Krishti. Asnjë fije interes, fitoi zvim në fare. Por imagjino çfarë familje do kishte, imagjino çfarë kishte, imagjino çfarë bote, a ke parasysh? Po sigurisht, nëse jemi do të krysh, jo. Por duke u rritur në të. Prandaj do të lutemi Zotit, më frymëzo Perëndis çdo ditë në zemër, që plani që unë kam për punën, për shkollën, për fëmijë, mos jetë vetëm për vetëm time edhe për vendimet e mia. Se vetë është kurdisja e keqe e plani. Tjetë që Zoti marrë lavdin dhe që këta fëmijë, kjo familje, tjetë shembull. Tjetë shoku më mirë, tjetë shoqja më mirë, çfarë si ka. Tjetë miku më mirë, tjetë burri më mirë, tjetë gruaja më mirë. Bota për këtë vua. Dhe nuk në zemra. Se janë planet e vogla që nuk na lën. Dëshmitari i rren, që thot gënjeshtra, stesha ka që ka pas vraku që shpejt. Këmbë që turen shpejt drejt së keqes. Dhe keqja është çdo gjë që s'është e perëndishme. Jo për diçka që interes vetëm vetë, diçka që ta kapsh. Por t'ja hedhur tjetër. Ka shumë shembuj që mund të them. Dhe tjetra është dëshmitari i rren që thot gënjeshtra, dhe ai që shtie grindje midis vëllezërve. Dhe gjithë ato duan përulje, duan shembull, duan inkurajim. Kur vjen te dëshmitari i rren, që jemi te gratë, por lexoja e kam lexuar dhe tjera, në periudhën e Krishtit, ku
parlindurin, ishte mashkull, ishte ai që do merrte parbirnin, po ishte ai që do mbante familjen, po ishte ai që do i shërbente Zotit si familje dhe bënte ai familje. Prandaj ka qenë shumë e rëndësishme mashkulli, sidomos në ato periudha, do punonte tokën e zënë, do mbronte, a kupton? Ishte shumë e nevojshme. Dhe femra pastaj, që Zoti i ka dhënë një mrekulli, tjetë grua, tjetë nën, ka ata që se ka burri normalisht. Se burri ashtu ai, që të kërcohen. Ku ka gjë më të bukur se sa përshëndetje. Ama ishte më dobët, apo jo? Keq përdori, shpeshherë, dhunoi, edhe në Bibla në çdo rast jep shumë vlerë gruas. Dhe kur vjen ke dëshmia në gjyq ose për se prandaj ka interes në Maria Magdalena. Maria Magdalena ishte ajo që pa Krishtin dhe ishte ajo që çoi kë lajmin ke dishepujt. A kuptoni, është personi më i pabesueshëm i shoqërisë, po them. Dhe një nga vinte, se nuk thoshin njerëzit o e mirë Maria Magdalena se ndryshoi. Po çinin gjithashtu të kishin ndjekur Krishtin gjithë. Po e danë praktikën. Kush ishte kjo? Plus temër, si Gjoni fjalën, si gruaja e Pusi që ishte refuzuar nga shoqëria, sepse ishte mëkatare në fakt. Ishte njeriu më i pabesueshëm. Dhe mirë thoshte njëri, si do shkruante Zoti në atë kohë, po do të thënjente, do thoshte e pa Pietri për shembull, e ke parasysh? Dhe pa Maria Magdalena, sepse aty u shfaq Krishtin të dinë ringjallur, sepse ato shkuan tek varri, siç është në varrin më pas. Por desha të them, se tjera do eci më lehtëshëm, por doja t'i përmendja ato 7 pika, se demonët veprojnë në mënyra të ndryshme. Të shkatrojnë jetën dhe janë pikërisht ca gjëra si këto. Kilet vogla, dinakrit vogla, kurtisjet vogla zemre. Hidhëri, fakt fjala Mari do thotë hidhëri. Ishte një jetë e hidhur pa Krishtin. Por, çfarë ndodhi? Maria u bë një grua e njohëse sepse Jezusi ja ndryshoi komplet jetën. Vargu 3 thotë, kush do lexoj dikush Luka 8, vargu 3. E zë kështu kumbus. Luka 8, pra lexuam që ishte të gra që ndishin Krishtin, si Maria e quajtur Magdalene, për cilës pa të ndalë 7 demon. Vargu 3. Kush do lexoj vargu 3? Hajde, diku. Gjermanisht. Shërbyen ati në gjithë kishë. Do njerë, mund dim një orë kish, apo jo, mund dim 2 orë. Ja lexuam në diçka studiuam. Pastaj si jetojnë gjithë ditët e për çfarë jetojnë? Kjo, Maria Magdalena, që tham, ishte, mund të them nga shprehje, fundërrim që themi dhe njerë. Mund t'jesh mashkull ose femër. Krishti kapi hyrën. E pranoi. Ato 7 demon apo misliqe që mund të kishte ajo. Ishte, sa interesante, Johana, gruaja e Kuzës, kush është ky? Administratori i Herodit. Kush ishte Herodi? Mbreti. Ishte pasuesi atij që donte të vriste Krishtin kur ishte i vogël. Ishte armik, pra. Ishte ai që bashkëpunonte me romakët. Ishte ai që u gëzuar që s'ka gjë vetë kryqëzohet Krishtin. Dhe gruaja e administratorit, prandaj them gratë me vajzat ka një vend veçantë gjithmonë në Perëndi, dhe është shmanice. Sepse gruaja, çfarë do Bibla? Gjithë Bibla lidhet, çfarë do të Efesianë? Ju burrat i doni gratë tuaja si Krishti e deshin, që ata është të lutem sidomos të rinj për një burr që e do gruan e tij siç deshi Krishti, sepse gruaja është reaguese shumë e madhe. Prandaj ndoshta nuk i ka vënë gjithmonë pozita drejtuese dhe tipër, sepse ka më shumë ndjenjën, apo jo reagon më shpejt. Po të janë burrat më mirë më fare, po të si natyrë. Ka një rol tjetër në jetë. Ati kam frikë sa më shumë i imponojnë gratë i vënë se s'bën drejtues, në vende që mund edhe mos jetë, bën si me imponim.
Dhe Suzana, përmendë Suzana, nuk e di kush është kjo Suzana, po duket e jep diku. Dhe shumë të tjera të cilat i shërbyen atij me gjithë ç'kishin. E di pse? Se e kuptuan që ishin të humbura. E kuptuan që kemi lek, kemi kushte, po jemi të boshër. Nuk e di çfarë burri kishte, tani të jetosh me Herodin, se dia lexoni ndonjëherë për Herodin, edhe shife, jetohet se ai fut tre fazorit. Por kur pa dashurinë e Krishtit, edhe të bota vuan për shembullin e Krishtit. Qoftë burrë dhe grua në atje, sigurisht. Kur pa reagojnë. Njerëzit reagojnë ndaj dashurisë. Kam thënë, ne bëjmë moral. Morali është Bibla. Po që moralin kemi hequr, Perëndia. Por mënyra më e lartë ta shprehur moralin është dashuria. Këtë nuk e humbim dot. Do të kundërshtoj fjalën apo jo? Kundërshton një fjalë? Sa e di. Dhe njerë thua, ka shpresë në ta apo jo? Ta vetëm s'doj. Po më shumë se është. Jo ta të rritën, ta janë ato, jo se tingu ditë. Por kur kupton zemrën e Krishtit, dashuria mbetet, dashuria ka thënë shpesh, unë e shoh libër, se është ligji më i lartë i Biblës, pse ndoshin Krishtin? Nga dashuria dhe fuqia mbi vdekjen që e bëri për ata. Dashuria mbetet dhe ka reagim pastaj. Nëse dikush të do ty, nëse dikush sakrifikon për ty. Jo, filloj të flasë. Por dikush ja tregon, ti nuk e humb dot atë. Dhe prandaj këto gra, që mendohet dhe Maria Magdalena ishte ka mundësi të ishte e pasur, duhet që në atyre ujrave, duhet që me këto gra, mendohet madje që këto ishin edhe investitore për kuptimin edhe financiar, jo se bukan te Krishti, jo. Krishti shumë i bukur. Por ishin njerëz që ja dedikuan jetën Krishtit. Dëshmanice po lexoja tash. Pra ti vetë do thotë i shërbyen atij me gjithë ç'kishin. Se trupi im, mendja ime, zemra ime, pasuria ime, çdo gjë që un kam, është për të. Po pse ja me Krishtin? Sepse ai përmbush. Sepse duke ia dhënë atij, ti mëson, duke i shërbyer atij, mëson nga zemra e tij, bëhesh më falës, bëhesh më përulës, bëhesh më dhënës, bëhesh më inkurajues. Dhe këto gjëra jo brenda ditës, kur i bën fillim e disi dua. Çfarë un fal, ty si bën. Un jap, ty s'ke punë. Fillim mund të jetë trishtueshme, apo jo? Por pa nga pak. Besoj Perëndis dhe shihet se çfarë përmbushje të jetë. Ai është kuptimi i gjithë jetës. Të japësh. Dita ka të vajtë, të dertësh, edhe i të trime, mos u tremni. Në këtë moshë nuk e kupton kollajt, se sidomos mosha adoleshente të rinj. Është mosha ideale për veten, apo jo? Fokuso. Nëse jemi mirë të rritur, jo. Sidomos mosha tyre. S'ka gjë. Është koha që ti këtu je. Po do rritesh, mos hiq dorë nga gjini. I fjalë Zotit, mos hiq dorë nga lufta. Jorë të pastorin çfarë thotë nga Bibla për ulë mund. Si thash, unë po drejt nga motora. Në këtë gjë gazmuçës. Çfarë u kish? Edhe ju atem sinqerisht se më kujtua tani, prandaj vija zira Biblën. Kishte dilja unë lagje që kush kish? Sidomos ke lagja nga prindrit. Sepse ndjeshe tani ku kuptoj pse i them me njëherë këtyre, i bëj humorit
sepse ajo është një mëkatare. Kupton dhe fare në çfarë erdhi Krishti. Po tani pse po jep me këtë pikë? Vargje 40 deri në 27. Jezusi duke përgjigjur i tha: Simon, kam diçka për të thënë. Dhe ai tha: Fol mësues. Jezusi tha: Një huadhënës kishte 2 huamarrës. Sa i zgjuar Jezusi? Përdor legët, se ke legët aty na rreth na punon çik çengeli më kollaj. Njëri kishte borxh 500 denar, tjetri kishte 50. Me që ata nuk ishin paguarin, ai u afali të dyve. Thuaj pra i tha, cili nga ata do të atoj më shumë, mendon ti? Dhe Simoni duke përgjigjur tha, njerëzore kjo apo jo? Se kështu mendon dhe njeriu. Ma do mendja, i zgjuar, edhe gjeti. Ai cili ti fali më shumë. Dhe Jezusi tha, gjyko dhe drejt, tha. Pastaj si u kthye nga gruaja, çfarësime shete Krishti, do të pyetje, shpjegonte, nuk bënte debatën të varet çfarë do tregojmë të gjë, themi që vogël, që me zemrën tënde pastaj. Tu kemi një problem të njëre që duan t'i bini me zor. Është dëshirë e mirë. Por filloi të duket edhe fëmijëve tanë për shembull, po ky do që të binem si do ky. Ti ke drejt, apo jo, ne kemi drejt më. Do t'i lëmë të dorë, pak, kuptojnë. Dhe i thot, u kthye nga gruaja, dhe ai shikonte skenën Simon. Dhe i tha, a sheh të grua? Unë hyra në shtëpinë tënde, dhe ti nuk dhe ujë për të larë, këmbët, se ishte tradit kur vinte miku, se ishte rruga me plur, po ai fariseu tha, mëna Jezusi burri mirë, profet është ky, se profet do, po edhe unë, se jam me një gjëkot. Zdo ule unë i lajë këmbët ti. Shërbëtorja më ta ketë pas pushim ati, për shumë, një majë. Ajo përkundra si mi lagu këmbët me lot, dhe mi fshiu me flokët e kresa. Ti nuk dhe asë një puthje, ishte tradit si ne, që takohemi dhe puthemi, apo jo? Por ajo qyste e hyra, nuk mbaroj sputhur i këmbët e një. Ashtë ta adhurosh Krishtin me gjithë shka që ke. Gjithë do të përrush apo? Ta puthësh ke këmbët. Së puthë i thot druas e njeri si unë. Po e kuptoj kush ishte Jezusi. Ti nuk mi vajose kryet me vaj, kurse ajo mi vajosi këmbët me vaj ertëndshëm. Prandaj po them, sa i thot, sepse mëkatet e kësaj të shumta janë falur, sepse ka dashur shumë. Po kujt i falen pak, do pak. Nuk është rasti, prandaj them. Tani a di kush është e bukur fare? Që ne mendojmë e bukur. Ne mendojmë ata fshi fare që duken. Unë thash, sa më shumë shikon për ulje çfarë bëri Krishti, sa i pastër ishte, aq më shumë ti kupton çfarë. Sa të meta, kemi në zemër, sa më katar jemi. Si mi të poshtë e fare, nuk po them, mos u tremni. Si jemi në burg, s'kemi vrarë, por kemi zemër të ligë që nuk na lë të gëzojmë të qenë ditën. Sa më shumë një Krishtin, aq më mëkatar dukesh dhe çfarë? Aq më shumë e do atë për çfarë paguaj për ty. Kurse po na u duk vetë atë mirë si fariseu, a ka fali borxh, çan 10.000 lekë sot më, ke parasysh? 10.000 lekë fali Jezusi më. Mirë zot mirë pash. A do të fali një 100 milion lekë? Do fluturoje. Ai që mund ta ketë atë borxh, ai që se lan dot. Jo që lan në vitet, marrë një kredi, do mundon, okay. Kupton? Prandaj do shumë. Prandaj Maria, dhe ai pa shpresë, që faktikisht jemi gjithë pa shpresë pa Krishtin, ajo bën një grua kaq mirë, e njoftë. Çfarë bën? Shërbeu atij me gjithë çfarë kishte. Edhe gruaja e Kuzës, nuk e di kush është Kuza që ishte administratori, çfarë jetë ka pasur, dhe e dalloi dashurinë e Krishtit. Si mund ta dalloja nga pallati atë? Ja që Zoti ja prek zemrën, ja që kuptoi që nga gabim, po shkatroi jetën. Vim tek e treta, shpejt. Maria Magdalena, a ndihmon çime? Ishte një grua sakrificë. Tani çfarë është interesante këtu? Përveç Gjonit, kur bëja shaka me pastor Majkun, ishte mësuar shprehje në shpirtin e nënës, se vetëm Gjoni që ishte shumë afër Krishtit, ishte një dishepulli që e donte, edhe i tamam se ai shinji që ti nëna, ishte i mirë, i butë, donte ngrohtësi, nuk ishte si Pietri. Kur çfarë është për tiste? Vetëm Gjoni keni ke kryqë, si duket, se Pietri ndeshë kapën ta vriste. Gjoni ishte i urtë, nuk ishte shfaqur shumë, se jeni mirë publik, si duket. Por Maria ishte një grua sakrificë, sepse di
Marin te kryqi, përballë, dhe e gjen edhe tek varri. Një kohë që kur Maria ishte këtu, ku ishin dishepujt? Martirët? S'ka gjë, ishin frikë, ishin njerëz. Po kjo, tani ishte edhe bekimi që ishte grua. Ka dhe t'njërën pjesa. Po ta, se lutet po, së s'da që letë, kur jenë ditës i Krishtit, se Romakës plusin konfare. Por që është e vërtet, se dhe përmondja, atë që qik më e letë t'jesh grua, shep që ka dhe një t'jesh grua. Ty para gratë, Emine, kur mbytën anijet, gratë dhe fëmijët mbytën para. Vagoni nënave me shumë fëmijë. Burra s'përmende, pastaj drejta para varta, që çfarë bën? Nesër. Por ishte sakrificë, ishte, sepse ishte frikë. Ora, kuptoj një herë. Kryqëzimi i Krishtit, dim kështu. Apo kryqëzuar? E kemi lexuar, kemi parë ndoshta film se ka filma që ilustrojnë shumë bukur. E ke idenë çfarë po aty apo talleni? Dy veta plagose la ose gjon disa zona, gratë zakonisht, Marinda më thon gjithmonë, do të thënë gjithë burrat kështu. Po e s'përçon aty, prit më ta shoh çfarë bëhet. Tjetra do t'i nuk e di ku janë gratë këtu që thonë shkoj unë ta shoh. Nuk ishte lehtë, nuk ishte lehtë. Sa i po gozhdohej, ai po rrihej për sepse shpalli se ishte biri i Perëndis. Dhe që ti mbyllej romanët kryqëzimet i bënin, për çfarë i bënin më shumë? Për të trembur, sidomos, ai nuk prisat të frikë. Po kur i vinte aty, të dërgjeshin 6 orë, 10 orë, i keni parë në filma, e bënte rrugën komplet me shtylla, njerëz të varur, edhe ai flasin pastaj. Del ti kollaj aty, jo me Krishtin. Por, sigurisht, me që femër ishte pak më, mund të kishte një lloj sigurie. Po prapë me të shumë atë, ajo ishte brenda aty me gjithçka, ishte sa kontrolera. Shembull nga herë thonin dhe pushteti i parë atje, dhe çunat e mi tha ajo. Për ditës e vetëve. Por Maria dhe këto gratë e prekën dashurinë e Krishtit. Dhe nuk janë vetë dot njerëz. Dhe thuhet te Gjoni 19:25, Gjoni kapitulli 19 vargu 25. Por afër kryqit të Jezusit, qëndronin nëna e tij dhe motra e nënës tij, pra ishte Maria dhe tezja e Krishtit i bie njerëzore, Maria e Kleopas dhe Maria Magdalena, në orën më terror. Në orën kur Pietri i fort, tha, nuk e njoh fare. Ajo që drejtë kryqit, se si ka, është një dëshmi shumë e fuqishme. Sikur se dhe nëna e tij. Madje ishte dhe tha ai që shpirti nënës, Gjoni, i cili ishte aty fakt. Dhe tek Mateu 27, shkruaj te Mateu 27, Mateu 27, vargu 57 deri në 61. Thuhet në si unë krys, erdhi një njeri i pasur nga Arimatea, me emër Jozef, i cili ishte edhe vetë dishepulli i Jezusit, ishte varrimi tani. Ai shkoi te Pilati dhe kërkoi trupin e Jezusit. Atëherë Pilati dha urdhër që t'ia dorëzonin trupin. Dhe Jozefi, mbasi e mori trupin, e mbështovi me një çarçaf liri të pastër. Dhe vendosën në varrin e vet të ri që kishte hapur në shkëmbë dhe rrugulli si një burr të madh në hyrje të varrit dhe u largua. Por atje ishte Maria Magdalena, që vazhdon në varrim, ka merr pjesë në varrim, dhe Maria tjetër ulur përballë varrit. Pra Bibla ka ngul këto gra vazhdonin. Ndoshta Krishtin deri në kryq. Dhe kur them kryq e kanë parë gjithë kalvarin, nëse ajo fjala kalvar, që thuan mante kryqin e vet i rrahur i çari i masakruar. Ndoshta deri në kryq dhe shkuan deri në varr, sepse deshën. Nuk shkuan deri në varr kot. Këto e donin, sepse ishte një grua sakrificës. Unë dhe thosha u vra Krishtit, se kur u rinjallë, që se bani mund, edhe Maria Magdalena, tha, po e kanë quar Zotin tim. Nuk tha, gjone, ti që ty të rinjallët. Nuk ishte plotësisht atë siguri, se da njëri ishte. Që se lini.
dhe është vari bosh atje. Çfarë do thotë deri se po të jashtush ashtu? Po ishte Krishti pra, po nuk e dinin me siguri ata, se prandaj kishte periudhë dyshimesh. Po rriteshin në njohje. Prandaj kur e pan pastaj, çfarë? Ku shkoi deri ke varri e zon, me që ka pasur. Tani do t'japi dhe jetën. Ama të vi një grua thot, kur dishepujt se prisnin, apo jo? Romakët se prisnin, se thanë që thanë, do vjeti trupin. Judejt se prisnin. Maria vetë, me gratë nuk e prisnin, se ta ku e quan Zotin tonë. Dhe vi një grua, shkoj ke këta që ishë strukur, du dritat, ku që aderës? Nuk e besuar. Ju duke fjallët si dokra. Dhe Zotin shfaq pikërisht, për ta menduar, s'po them sa je bërë gjithçka, po është plani i Zotit, ma i e di, kot se bëri. Një grua shton dhe dëshmon. Më e fundit që të prite, dhe Zoti është manitës. Krishti e filloi shërbimin, edhe them, shikoni që nga ana edhe psikologjike, po dhe e zemrës. Nuk i ka kot kontrastet ekstreme. Nuk e nisi shërbimin në Jeruzalem. Ku e nisi thot? Në Galilenë të paganëve. Ku sprite fare. Nuk lafdroi bravo fetare se kemi marrë gjallë kishën, apo ti. Ai unë erdha për mëkatar, ata që skuptoi se janë mëkatar, s'kan nuk e bëjnë dot punën tillë. Dhe është manice, te Mateo 28 do e lexojmë, për ta mbyllur me ringjalljen e vargun 1:8, por pas shabatit, Mateo 28 vargu 1:8. Kur po zbarte dita e parë e javës, që është e diela, dhe prandaj shpresoj të kuptojmë që ndidhemi dielën për një inkurajim, jo se ditët e tjera si janë rëndësishme, janë një lloj të rëndësishme. Por e diela është ditë shprese, që Krishti u ringjall ditën e parë të javës. Do kur vitë janë kish herët, që thonë herët që kam dua të lexoj pak herët të lutem, sidomos kur dalë orën 5:46, që jam ditë, tren nuk dalën këtu kollaj, po gjithmonë e kujtoj dielën, ku shkon ato gratë ke varri, dielën herët. Dhe thot, Maria Magdalena dhe Maria tjetër erdhën për të parë varrin, dhe ja ra një tërmet i madh sepse engjëlli i Zotit zbriti nga qielli, erdhi e rrokulli sigurin dhe hyri e varrit dhe ul mbi të. Por pamja e tij ishte si vetëtima dhe veshja e tij e bardhë si bora. Dhe nga frika e tij rojet u drodhën dhe u bën si vdekur. Por engjëlli duke u përgjigjur grave, u tha atyre, mos keni frikë, sepse e di se ju kërkoni Jezusin që u kryqëzuar. Prandaj erdhën ato. Ta pastronin, ta lynë, e kishin si tradit. Ai nuk është këtu sepse u ri gjallë. Ky është lajmi që shkroi këtë. Vërtet. Sepse sikurse kishte thënë, shef? Ai ja tha disa herë, e kemi lexuar, s'është shkollaj ta kapësh këtë. Zotë se lexove, e di dhe e ke kapur në zemër. Jo. Prandaj them, ne që studojmë, ne që gjejmë tani për duhet të lutemi, Zoti na mbushin frymë. Se po e kapet e fryma, nuk ikën dove. Ktu dhe lëviz nga njerë. Por thot, pra ai u ringjall, ai nuk është tu sepse u ringjall vargu i gjastë, sikurse kishte thënë, ejani, shikoni vendin ku ishte shtrirë Zoti. Dhe shkoni shpejt, ja ku shkon. Që këtu fillon të shkoni. Ky është lajmi më i rëndësishëm. Shkoni shpejt dhe u thoni dishepujve sa i u ringjall prej së vdekuris, dhe ja po shkon përpara jush në Galile, aty do ta shihni, ja do ta thash. Në vargu 8, dhe ato u larguan me të shpejtë nga varri, me frikë, ishte edhe frikë tronditje, se tash nuk shkon njëri ke varri ta gjej bosh edhe s'ka gjë, edhe pse gëzon, por e ka gjë tu, por mos e ka marrë trupin se ashtu tha. Çka ndodh? A gëzoj tamam apo po na bën e hile ta? Dhe thot, dhe
Falenderoj për të libër kaq manitës së Zotit dhe Bibla. Çfarë shkrimi o Perëndi? Çfarë të vërtetash? Dhe çfarë realiteti? Ta për ne që kanë vesh për të dëgjuar, vesh fizik, po dhe vesh frymëror e kuptojnë mirë o Zot. Sidomos kur zhytemi në fjalën tënde kuptojmë se sa më gatar jemi o Zot. Sa më të pastër shohim ty. Aq më shumë shohim mëkatet tona dhe shohim nga çfarë ti na shpëton o Perëndi. Na jep tani o Zot këtë motivim që morëm sot nga një figurë siç është Maria Magdalena, që janë bërë brapa kaq spekulime, pikërisht nga kontrasti i jetës saj. Na ndihmo o Zot i besoj fjalës tënde, që ka shpresë edhe na rrit o Perëndi, të jetojmë jo vetëm si tabloja e parë që erdhi një Krisht që vdiq në kryq për ne, por ai u ngjall o Zot, që ne të ecim në risinë e jetës. Na ndihmo t'i marrim vath vesh këto fjalë të Krishtit, që të shkojmë dhe të bëjmë dishepull, që tani na nxit o Zot. Lutemi për dikë, jemi shembull i mirë për dikë, duke filluar nga familjet tona një. Tek kisha, tek të afërmit, tek miqtë o Zot. Falenderoj për çdo person që është këtu sot, edhe që kemi privilegjin o Zot. Të gjejmë këtë histori që vazhdon mbetet. Dhe do jetë deri në mbarim botës. Çdo është për shpirtin tonë të përjetshëm. Na kujton derisa dalim, çdo bika njeriu, çdo bika mund të fitojë çdo gjë të botë dhe të mbas shpirtin. Dhe kjo është e vërtetë për çdo shpirt që ne e duam o Zot, të jetë edhe që nuk i njohim. Na bëj një shembull të Krishtit, ky qoftë deri o Zot dhe lavdia, në emër të Jezusit lutem. Amen. Shumë faleminderit për xhimin, fjala e Zotit është e mrekullueshme, ju që mos hiqni dorë. Jeni ta mbyllim një këngë në fund, dhe të ngrihemi së bashku dhe pastaj kemi nga një copë tortë, me diçka për të pirë, edhe jemi të lirë. Zoti bekoft. Faleminderit për dhuratën. Thank you.